ka qenë rreth moshës 3 vjeç, është shtruar në spitalin e Vlorës në distrofike. E përmbas një jave thot mami, fëmijën e vdekur, pa lajmëruar pa gjë, edhe e sollën me 2 ushtar. Edhe arkivolin e kishin të gozhduar me gozha të mëdha, rreth e rrotull, dhe nuk na i lanë as të hapën, as që ta prekte mami me dorë, nëna. Edhe rreth 2 ore kanë lënë aty, e kanë varrosur, as në varreza nuk e lanë mami. 4 vjet dish mami. Edhe kur hapën varret, që i afruan afër mamit, në bën bashk, te ky varr i vllait nuk gjeti asnjë gjë. Dhe e kërkoi vetëm për amanetin, se po vete rreth goxha që më del edhe në ëndër mami vet, po vete një 3-4 muaj mos dhe më që më del ëndra të ndryshme. I bie që nuk gjen rehat, e thoshte vet ajo gjithnjë që unë e kam gjallë, e ndjen zemra ime, thoshte sado që ishte moshatare, unë e kam gjallë, thosh.